objekte të panjohura që fluturonin së bashku mbi Stephenville. Objektet kishin karakteristikat e atij që unë e quaj fluturimi i çrregullt. Ato lëviznin me shpejtësi shumë të madhe dhe prandaj papritur ndalonin menjëherë në vend. Për periudha nga 10 deri në 30 sekonda qëndronin pa lëvizur. Pastaj fillonin të lëviznin përsëri. Dhe kur fillonin të lëviznin, arrinin shpejtësi deri në disa qindra kilometra në orë. Speeds got up to several hundred miles per hour. Analiza që Schulzi u bëri e regjistrimeve të administratës së fluturimeve tregoi se shpejtësia, vendodhja dhe lëvizja e këtyre tre objekteve përputhej me ato që Steve Allen i deklaronte se kishte parë atë natë. Të dhënat e kthimeve të antenës tregojnë dy objekte që fluturojnë pa u larguar nga ndërtesa e gjykatës dhe pak minuta më pas edhe një i tretë që ndiqej nga dy avionë F-16. Për mendimin tim, lëvizja e çrregullt e këtyre objekteve dhe orari në të cilin kishin fluturuar mbi Stephenville tregojnë se ajo që kanë deklaruar dëshmitarët okular është e saktë. These unknown targets were responsible in part for what the eyewitnesses were seeing. Analiza e radarit nga ana e Schulzit tregon se avionët F-16 ishin në stërvitje ushtarake. Por të dhënat tregojnë se kur përfunduan misionin dhe po ktheheshin në bazën Carswell Field, u nda në mënyrë të menjëhershme nga njëri tjetri. 6 prej tyre ndoqën në rrugën e parashikuar në stërvitje ushtarake duke u kthyer në bazën e Carswellit, ndërsa 4 të tjerët nuk u kthyen. Ata vazhduan rrugën në drejtim të lindjes, 50 kilometra nga shtegu i përcaktuar për stërvitjen. 25 to 30 miles off of the center line of the military turnaround. Ky ndryshim kursi i vendos avionët F-16 pikërisht në vendin ku Steve Allen i pa duke ndjekur objektin fluturues të paidentifikuar. Pyetja që lind është, përse këta 4 avionë devijuan nga kursi i tyre? Një teori thotë se ata pilot thjesht bën një manovër shtesë me dëshirën e tyre. Por mendoj se kjo teori nuk qëndron. Ata duhet të kenë marrë urdhër nga toka për të bërë një inspektim 50 kilometra në lindje të qytetit Stephenville. Përfundimet e Schulzit nuk u njohën zyrtarisht nga autoritetet ushtarake. 2 muaj më vonë, 2800 kilometra larg kësaj zone, dëshmitar të tjerë okular folën për një rast pothuajse identik me të parin. Southwick, Massachusetts, 18 prill 2008. Dan Vierno, muzikant, është në shtëpinë e tij kur e dashura e tij vren diçka nga dritarja e kuzhinës. 10-15 minuta më vonë ajo erdhi tek unë dhe më tha: "E kam seriozisht, ja të shikosh diçka të çuditshme." Kur delte dera e shtëpisë, ai sheh një sferë ndriçuese që qëndron në horizont dhe reflekton drita me ngjyra të ndezura. Sheh me kujdes qiellin dhe vren edhe sfera të tjera të ngjashme me të parën. Ai rrëmbeu kamerën personale dhe filloi të regjistronte dritën më të fortë. Kur fillova të filmoja, objekti kishte filluar të largohej përtej horizontit. Edhe fqinja e Denit, Katie Hubbard, i ka parë dritat. Sa më shumë i shihnim, aq më shumë frikë kishim dhe aq më shumë bindeshim se ishte diçka reale. Ato nuk bënin lëvizje të rregullta në qiell, por zhvendoseshin lart, poshtë, anash, me shpejtësi shumë të madhe. Disa herë afroheshin shumë pranë njëri tjetrit dhe pastaj largoheshin përsëri. Një dëshmitare e katërt, Courtney Lynn Wilson Merrill, ka parë të njëjtat drita. Ishin 3 drita të ndara nga njëra tjetra. Njëra ishte këtej, tjetra pas meje dhe e treta në atë drejtim. Ato nuk bënin asnjë lloj zhurme dhe nuk pash ndonjë avion ushtarak t'i ndiqte. Courtney është fotografe profesioniste. Ajo fokuson videokamerën e saj drejt objektit më të ndritshëm. A ishin informacion tregëndor? Po dhe pozicioni fillonte këtu. A bënin lëvizje? Po, lëviznin. Ajo e rregullon aparatin e saj në mënyrë që të kapë më mirë dritat gjatë lëvizjeve të çrregullta. Doja të kapja gjurmën e shndritshme që e linte objekti kur lëvizte. Kjo pamje ka fiksuar lëvizjen e dritës për 15 sekonda. Objekti lëvizte ngadalë, nëse e shihje në raportin e yjet,
pastaj zhytej me shpejtësi poshtë, ndalonte dhe pastaj fillonte të lëvizte përsëri ngadalë. Pra kemi dy lëvizje dhe një zbritje të shpejtë poshtë. Fillimisht mendova se ishte anije kozmike, aliene ose ndoshta ushtarake, por sidoqoftë nuk ishte diçka natyrale. Ashtu si në rastet më të hershme të Teksasit, të dhënat e kontrollit të trafikut ajror mund të ndihmonin ekspertët krijonin një pamje të saktë asaj që kishte ndodhur në qiellin e Southwickut. Por kërkesa për të dhënat e radarit për atë natë u refuzua. Administrata e aviacionit tha se nuk kishte asnjë të dhënë të rëndësishme për atë natë. Gjeshmëria e pamjeve të dritave të regjistruara në Teksas dhe më vonë të atyre në Massachusetts troqën vëmendjen e pilotit ushtarak në pension dhe ekspertit aviacionit David Kennedy. A kishte mundësi që të dy rastet, në të dy qytetet shumë larg njëri tjetrit, të ishin një njëjti objekt? Kjo është një drejtë shumë e ngjashme me atë që kemi parë në Stephenville të Teksasit. Duket sikur pulson në të njëjtën mënyrë si objekti filmuar në Stephenville. Pastaj Kennedy kërkon të dhëna për të parë nëse drita është diçka me origjinë toksore ose të shpjegueshme. Nuk duket se drita e ndonjë avioni që ulet ose sinjali i zakonshëm pozicionimi që përdorin avionët. Me aq sa mund të gjykojmë nga kjo pamje, drita nuk ka intensitetin e ndriçimit për të sinjalizuar pozicionin. Kjo është drita e bardhë e magneziumit. Nuk ka as pulsime dhe sinjaleve të alarmit që përdorim ne. Nuk kam parë kurrë diçka të tillë. Kam folur edhe me kolegë me provoj dhe të gjithë më kanë thënë se kjo është diçka krejt e panjohur për ta. Analiza e Kennedyt sugjeron se dritat mbi Teksas dhe ato të Massachusettsit mund i përkasin të njëjtit objekt. Pastaj vjen lajmi një dëshmie të tretë, të pabesueshme. 2 ditë më parë, më 16 prill 2008, 1300 kilometra në perëndim të Southwickut, në Kokomo të Indianës, u pan drita të forta në qiell, që bënin lëvizje të çrregullta. Por këtë herë, ndryshe nga herët e tjera, qindra njerëz i telefonuan policisë pasi kishin dëgjuar një zhurmë të frikshme. E shikon atë? – 16 prill 2008. Banorët e qytetit Kokomo në Indiana mbetën të shtangur nga disa formacione dritesh të çuditshme në qiellin e natës. Pastaj u tronditën nga një gjëmim i fuqishëm që u dëgjua në të gjithë qytetin. Atë natë kapiteni Richard Ferguson, sherifi Kontes Howard, ishte në detyrë pranë qytetit Kokomo. 16 prilli filloi si një ditë e qetë dhe zakonshme. Dhe më vonë, brenda pak minutave, u kthye në një kaos të plot. Po vjen nga dritarja jonë. Shiko si ndriçohet i gjithë qielli. O Zot. Hey, po vjen mbi shtëpinë tonë. Po vjen këtej. Ishte një natë e çmendur. Po ju telefonoj sepse dëgjova... Një shpërthim? Po, Kemi nisur oficer për të parë se ç'po ndodh. mirë. Faleminderit. Centrali telefonik i policisë së Kontes Howard atë natë mori me qindra telefonata. Ndërsa po kthehesha në qytet vazhdonin të na vinin në raporte mbi dritën e fortë në qiell dhe 4 dritat me ngjyra që e rrethonin. Different color lights around it. Banorët e Kokomos i kapën pamjet e çuditshme me kamerat e tyre. E shikon atë? O Zot, ç'është ajo? Hank Bolger është detektiv në pension i Kontes Howard dhe veteran i aviacionit. Ai ishte në shtëpi kur dëgjoi shpërthimin dhe doli menjëherë jashtë. Bolgeri pa 5 drita në ngjyrë portokalli që krijuan një vijë të drejtë. Secila prej tyre zhvendosej majtas, ndërkohë që krijohej një ere. These were just aligned in a row. Ishin të vendosura në një vit të drejtë. Rreth tyre nuk mund të shihej asgjë tjetër. Nuk shkonin as lart as poshtë, dhe papritur brenda një çasti u zhdukën. Kapiteni Ferguson, pasi mori raportet e centralit të policisë, mendoi se telefonuesit kishin parë ose dëgjuar ndonjë përplasje avionësh në qiell. Ai kontaktoi aviacionin e Indianës në aeroportin Fort Wayne dhe pyeti nëse në ato çaste kishte ndonjë avion në fluturim në atë zonë. Doja të merja vesh me saktësi se çfarë po ndodhte. Prandaj pyeta aeroportin. Por ata më thanë se kulla e tyre kontrollit ishte mbyllur dhe se të gjithë avionët ishin në tokë. Pak minuta pas shpërthimit,
Dustin Cronkite she diçka që bie në kundërshtim me atë që sapo i kishte thënë sherifit Ferguson. Pashqe 14 deri në 16 avion, të cilët dukeshin ushtarak, po fluturonin në rreth të njëjtës pikë. Aty Vurarese kishte disa drita të vendosura në një formë të çuditshme që ndriçonin fort në qiell. Dustin e raporton se ka parë një dritë të fortë që reflektonte ngjyra të ndezura përreth. Ai e fotografoi objektin. Vurarese shumë nga dritat në qiell dukeshin shumë të forta në kamerën time. Ato krijonin një formë të ngjashme me ylberin. E gjithë pamja në kamera ishte e mbushur me ngjyra të kuqe, blu, jeshile dhe ngjyrë vjollës, ngjyra që zakonisht nuk shihen në qiellin e natës. Në një nga fotografitë e tij, Dustin i kap drita në formën e një disku. Ajo që fotografova kishte formën e një strukture rrethore që qëndronte pezull në qiell. Pak sekonda më vonë objekti zhduket. Dritat u zhdukën në çast dhe qielli mori përsëri pamjen e zakonshme. Por ajo që mbeti pas, ishte një koleksion i mahnitshëm fotografish, filmimesh dhe deklarimesh të dëshmitarëve që dëgjuan shpërthimin e fortë.